Përshëndetje të dashur miq, të bëj pak muhabet edhe disa këshilla të vogla. Këto gatime që shikoni ju të gjitha i kam përgatitur një mbasdite, do me thënë në një mbasdite të gjitha. Prandaj harrova edhe bukën, do më thënë që nuk më dilte nga tenxhera se nuk lyeva tenxherën, siç e thash më parë, kur bën shumë e bën lumë, megjithatë dolën të shishme. Do thoni pse o Eli, kisha forcë edhe përgatita shumë. Jo, bëra të farinatën me miell qiqërash, edhe se shumë nuk më pëlqeu, e shishme doli, por ndofta radhën tjetër mund ta bëj më të mirë. Familjarët ma pëlqyen. Me që kisha mikserin gati, përgatita dhe këtë sofrito quhet këtu, qep, karota, selino, dhe e kam gati për gatime. Përgatitëm edhe këtë pangratato me majdanos, me buk, me hudhër e me piper. Pjesën tjetër që më ngeli, si që shikoni, e futa në një kuti kallçuku dhe e fusim në ngrirë, ta kemi. Si atë qepën selinon, ato që përgatisim për gjellë, ku ngelim në një par qep, si atë i futa në ngrirë dhe i kam gati. Kjo ishte buka që na doli edhe me sukses, e fusim në ngrirë, i keni video të gjitha këto receta, i gjeni të postuara. Çfarë bëra sot ku erdha nga puna? Atë sofritën që bëra gati, si që thash, e hodha një tenxhere me që sot kisha shumë punë, pak vaj ulliri, sal, si hodha pak borzilok të freskët, krip dhe e vura të zeta, shkush don të përgatisi pasta dhe unë që lodhem dhe kaq. I kemi sigur na i ka falur njëri. Kaq desha të thosha dhe një mbrëmje të këndshme të gjithëve. Ciao ciao.